Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Sot do të flasim për një tjetër temë nga historia, për një temë e cila ka të bëjë me mozaikët dhe gjetjet e shumta të mozaikëve në gjithë rajonin e Gadishullit ton ballkanik dhe mozaikë të cilat ne do t'i sqarojmë dhe do t'i sjellojmë bashkë me studiosin Sokrat Hodo, të cilin e kemi sot në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe, Sokrat. Mozaikë të cilët ne do t'i sqarojmë dhe do t'i shikojmë që ato kuptohen vetëm duke ditur gjuhën shqipe. Zot Sokrat, ju keni bërë disa studime në këtë fushë dhe keni studiuar shumë mozaike, ne kemi këtu pamje nga shumë mozaik, por ne do t'i shtjellojmë disa nga mozaikët për të kuptuar se si këto mozaik dhe shkrimet që ndodhen mbi to janë apo kuptohen me gjuhën shqipe. Dhe janë, dashur miq, janë mozaik të shekullit të 4 kryesisht dhe më mbrapa të erës sonë, të kohës së Konstantinit të Madh, domethënë pas janë të epokës bizantine. Atëherë le të fillojmë me pamjen e parë apo do unë do them diçka të përgjithshme, se këto kanë një të përbashkët që unë i kam sjell për t'i shqyrtuar. Mbi shkrimi do jetë gjëja e fundit që unë analizoj. Duke qenë se në teoritë që unë kam studiuar dhe në librin e parë që unë kam folë për simbolikën, dhe mendoj se kam një hyrje të mirë në këtë fushë, duke patur një ide të qartë, domethënë rreth simboleve, kam arritur të kuptoj më mirë këtë gjini të artit, i cili është shumë i zhvilluar sidomos në këtë epokë. Pra në periudha bizantine apo dhe ajo greke më përpara, është periudha që është lëvëruar masivisht, sepse mozaik gjen edhe sot, edhe më përpara. Duke qenë se unë u bëj një analizë, them më të mirë, se sa ajo që unë kam parë, duke qenë se kam edhe vizituar disa muzeume në për botë, dhe sqarimet e vetma që bëhen për këto vepra është që janë gjetur në X vend, janë kaq me kaq për masa, kanë këtë emrin këtu, dhe mund të jetë një personazh apo një perëndi apo një kështu. Unë mundohem, ose janë dekorative quhen në përgjithësi, meqense janë gjetur në për sheshe në qendra të qyteteve, sidomos në Turqi, që atje është muzeu, janë thesare të mëdha, po edhe në vende tjera, patjetër, dhe përshkrimet që bëhen, domethënë janë shumë të cekta. Nuk japin informacione se kjo është një mënyrë dhe artistike që është përdorur nga autorë të ndryshëm në atë periudhë dhe nuk u bëhet në një përshkrim. Unë bëj një përshkrim qoftë artistik, qoftë dhe simbolik, dhe në fund shkrimi është një rezultat, do të thotë, i kësaj analize. Kështu që nuk ka më vend shumë për diskutim. Nëse ai e ka shkruar emrin aty, e ka shkruar për si shtesë. Dhe shpesh herë autorët kanë lozur, sepse mënyrat që artistët kanë përdorur janë të pafundme për të shprehur mënyra simbolike. Një nga këto mënyra është lojra me fjalët. Pra, ata kanë lozur jo që ti ta gjësh me njëherë, se ajo nuk quhet më vepër arti pastaj. Ata kanë shprehur në mënyrat ndryshme, edhe për arsye të ndryshme. Mënyra simbolike. Në mënyrë simbolike, sepse meqense jemi dhe në Gjirokastër, nëse Ismail Kadareja do shkruante dosja H, është dosja Hoxha, çfarë do ishte një vetvrasje në këtë situatë. Kështu që për arsye edhe të tilla, këta autor kanë shprehur veten e tyre në mënyrë artistike, dhe arsyeja që këto janë rizbuluar dhe që kanë një vlerë, do të thotë që sot ne mund t'i përdorim me një qëllim shpresoj të mirë. Kështu që kjo është ideja, dhe meqense thash që kanë diçka të përbashkët, të gjitha këto mozaik unë kam veçuar
ato mozaik, se kam parë një seri të gjatë mozaikësh, edhe kam vite që i studioj, njëkohësisht me teorinë e zhvilluar që kemi prezentuar më përpara, dhe këto flasin për syrin e tretë. Me këtë rast, ne bëjmë, si me thënë, vrasim dy zoq me një gurë. Shpjegojmë pse këto shpjegohen me gjuhën e sotme të Shqipes, qa kuptimi na jep kjo që 1500 vjetë më përpara, apo 1600 e më shumë, u shpjegokan me gjuhën e sotme Shqipe, dhe me këtë rast përcjellim dhe një mesazh për këtë fenomen që është i ri, nuk është shumë i njohur në Shqipëri, si të mos syri i tretë, është një... Megjithatë, është shumë e rëndësishme të shpjegojmë dhe diçka që edhe ata që na ndjekin ta kuptojnë më mirë. Do thot dikush që këto janë me gërma greke dhe pse mund t'i kuptojmë shqip, por është shumë e rëndësishme dashumiq që të kuptojmë që në kohën kur Konstantini i Madh formoi perandorinë e Bizantit, nuk kishte në Ballkan popull tjetër veç popullit shqiptar, dhe me këto gërma shkruante populli ynë, pra populli shqiptar. Pastaj gjatë rrjedhës së kohërave me pushtimet e ndryshme osmane apo me manipulimet e tjera për gjatë kohrave, kur perandoria bizantine degradoi nga fundi i saj derisa u shpërbë, këto shqiptarëve ju mohuan shkrimi shqip dhe këto gërma pastaj ju atribuan një shteti tjetër në kohën kur u formuan shtetet, dhe dihet që Greqia është formuar nga ndarja e territoreve me popullsi me shumicë shqiptare që ishin ndën perandorinë osmane dhe e quajtën Greqi. Pra është bërë një ndarje sipas besimeve fetare. Dhe ata që ishin të krishterë formuan pra pas 1830-ës një shtet të cilit i dhan edhe një ngjyrim tjetër, edhe një formë tjetër, edhe një emërtim tjetër, kështu që u bë grek kush do të fliste gjuhën që flite gjuhën kishtare të perandorisë bizantine dhe do të përdorte ato gërma që ishin përdorur dhe aty, që ndërkohë shqiptarëve ju ishin ndaluar me fermane të shumta të Stambollit kur i ndaloi shqiptarëve të shkruanin shqip, dhe kështu që me ato shkronja i ngelën pra perandorisë bizantine, dhe perandoria bizantine më shumë se greke ka qenë shqiptare, dhe greke u bë pasi u formua shteti grek. U bë vetëm formalisht, sepse fizikisht nuk ka qenë kur, sepse ajo perandori ka qenë e sunduar nga Konstantini i Madh, që ka qenë shqiptar dhe që me origjinë shqiptare, nëse mund të themi kështu, gjithsesi është i lindur në Nish, Flavius Constantinus, një nga perandorët e Romës, dhe kështu që i përket pra edhe popullsia me shumicë deri në Anadol apo Hanadoli, si mund ta quaj si të duash, ka qenë po shqiptare, çka tregon që edhe 40 kusur kryeministra në perandorinë osmane qenë po shqiptar, sepse qeverisni një popullsi me bazë shqiptare, tregonte që edhe popullsia që e tillë. Ndaj këto gërma nuk mund të ishin gjë tjetër verse gërma që ishin në përdorim të një populli i cili i fliste gjuhën shqipe dhe përdorte këto gërma. Duhet thënë se na kanë përmendur edhe frashëllint tek poema e tyre, edhe latinishtja si shkruaj po nga ne, shkruanin gegët me gërmat latine dhe toskët shkruanin me gërmat cilirike. Madje kemi shpjeguar në shumë emisione që Cirili dhe Metodi janë thjesht emra të kriptuar për të fshehur të vërtetën se e këtyre gërmave. Nëse ne do t'i shkruajmë Kirili, Metodi dhe t'i lexojmë si anagram, do të kuptojmë idiomat ilirike, pra blok gërmat e fiseve ilirike që quheshin gjatë mesjetës fiset e shumta që përbënin Ballkanin. Megjithatë, që të mos zgjatem shumë, t'ju lë dhe juve kohën e dur. Tema është... Ishte shumë e rëndësishme që të shpjegonim një pjesë të njerëzve se pse me këto gërma nuk kanë shkruar grekët në fillim, sepse nuk ka pas grekër, grek janë bërë më mbrapa, dhe për hir të së vërtetës edhe sot në Greqi pjesa më e madhe e popullsisë po shqiptare me bazë etnike, pra janë arvanitasit që përbën Greqinë, dhe një pjesë të ardhurëve nga pas 1917-ës që me shkëmbimet e detyrueshme të popullsisë që u bën pas luftës botërore dhe përgjatë saj, të cilët pasi pranuan gjuhën greke dhe pasi ndoshta edhe më parë perandorinë bizantine
bizantine, sepse gjua që ishte përdorur për perëndorim bizantine, gjua koine, u mor shabllon dhe u vendos këtu me detyrim. Kështu që u grysëm shqiptar dhe u gdhin grek një ditë të bukur. Megjithatë, fjala për ju nderuar. Po, në shtesë të kësaj mund të thosha këtë që ndryshimet e vogla që unë të fjalët, që do jetë gjëja e fundit që do bëj, kanë një rëndësi vërtet dhe simbolike, por doja të thosha që është cilësore, është esenciale. Në qoftë se e rikujtojmë këngën Moje bukur amore, thjesht se ne e kuptuam që fjala amore kishte një kuptim tjetër, ndryshoi gjithë konceptin që kishëm për këngë. Morea është Peloponezi, apo jo? Që u quajt mbrapa Gadishullit. Pra këtë fjalë ne thjesht nuk e kishim kuptuar siç duhej. Kolokotroni, plaku i Mores, një nga kryengritësit më kryesor të kryengritjes që dëboi Osmanët. Po. Pra duhet të them që një ndryshim kaq i vogël bëri një ndryshim komplet cilësor. Patjetër. Në këtë gjë, unë, edhe pse do jetë gjëja e fundit që unë bëj, dhe unë nuk i hedh poshtë. Unë kam natyrën që nuk hedh gjë poshtë, që do të thotë, unë them këtë dhe të hajta hedhim poshtë. Të gjitha, po themi, e njëjta, nëse e njëjta fjalë është edhe në shqip edhe në italisht, por ka dy kuptime të ndryshme, se ke të njëjtën fjalë që ka kuptim në shqip dy kuptime. Duhet gjetur pse i ka këto dy kuptime. Megjithatë, ne të fillojmë me të parën, është një nga mozaikët që nuk mund të quhet Ofaros. Ofaros është bëhet fjalë për farin e Aleksandrisë. Na ndihmoi regjia me foto nëmër 1, po? Po. Dihet fari i Aleksandrisë është një nga veprat që arrin kulmin e quhet dhe një nga 7 mrekullit e lashtësisë. Dhe ajo ka disa vlera, sepse përveç se ishte far drejtues për anijet, ishte edhe një bibliotek. Pra ishte një mjet ndriçues edhe për të gjithë njerëzit, duke qenë se biblioteka ishte nga më të mëdhat. Çdo gjë ka rëndësi, ne mund të thellohemi pafund, por nuk mund të shkojmë se emisioni është i kufizuar. Pra shkruan Ofaros. Po, dua të them që atje mund të marrësh element që nga lartësia, pse ka atë lartësi, pse ka atë gjerësi, dhe nga këto mund nxirresh informacion. Po na shpjegos, çka ke kuptuar? Sepse ata artist, po, për shembull, unë kam folë edhe te libri që kemi analizuar herën e parë, për numrin 108, që është një numër krijimi. Dhe kjo fari ka qenë 108 metra i lartë. 108 metra? Po. Përveç kësaj, edhe sipërfaqja e ndërtimit ka qenë afërsisht, se nuk e ka cilësuar njeri që ka qenë. Po, them që duhet të ketë qenë, se ai ka qenë një artist. Është e çuditshme pse e ka bërë ky kaq të lartë, ndërkohë që metri është shpikur më vonë, për shembull. Por atje ka të bëjë me raportet e arta, që janë, nuk ka nevojë për kohë e për metër. Pra raporti nuk të gënjen. Ata s'kan patur metër, s'kan patur orë, s'ka patur kohë. Koha nuk ka ekzistuar. Koha u shpik mbas Jezu Krishtit, që atëherë filloi zerua. Atëherë ne filluam me vrasje, filluam matjen, që e kemi diskutuar. Po. Tani Ofaros është ky është përdorur si një motiv nga një autor tjetër që ka bërë mozaikun. Unë, me sa shikohet edhe në figurë, nuk shikoj ndonjë gjë të bukur që të themi është dekorativ. Po themi, po të ishte dekorativ, do ishte me mozaik, me lule, me kafshë, apo jo. Apo me gjëra nga më të ndryshmet, po unë nuk shikoj ndonjë gjë në këtë rast. Autori duket sikur ka qenë ndonjë diletant. Pra e ka shprehur veten si një punë, po të shikosh aty, duket si diçka e parëndësishme. Diçka e parëndësishme. Në plan të parë. Po. Por në fakt ai ka dhënë një mesazh. Po. Ofaros, se C-ja lexohet S, madje mund të vërehen edhe gjëra të tjera aty. R-ja për shembull është edhe L. Dhe R-ja me L shpesh herë shkëmbehen me njëra tjetrën. Nga koha e një perandori që s'po më kujtohet për moment, që fliste pak belbër, dhe lën e ngatronte me rën,
edhe aty janë krijuar edhe ky shkëmbim. Po të shikosh Nikostilon, Nikostilua shkronjën fi e përkthen si OI. Është një digraf që e kanë bërë në mënyrë ekonomike, po themi në gjuhën pelazge që ka menduar ai të atëhershme. Unë nuk se e trajtoj të atill, por unë e trajtoj si që është sot që njihet PH. Pra fia, duket. Po, pak regjia të tabela? Po, barabart me F të Shqipes, ose latine, barabart me PH. Unë këtë shkronjë, këtë simbol e kam trajtuar edhe në librin që e kemi trajtuar më para, që F-ja shpjegohet si PH. Tani, po të shikosh këtu bëhet fjalë që është fari i Aleksandris, dhe mbi të qëndron perëndia Helios. Ky është Helios dhe ka ato rrezet e diellit mbi kokë dhe shpatën. Në mënyrë simbolike, ai tregon që kjo ishte një goditje në shenjë, si me thënë, që është bërë nga perëndit, në kuptimin me dëshirën e perëndive, dhe duke sqaruar fjalën, më vonë do kuptojmë se kjo është vepër e atyre njerëzve që kanë arritur të hapin syrin e tretë. Pra nuk ka qenë as alien, për mendimin tim, nuk kanë qenë as perëndi ashtu si që konceptojmë neve, se ne flasim shumë, po ti dëgjosh këta arkeologët e këta thonë, Apolloni vajti atje bëri këtë sikur kanë pirë kafe me të. Në fakt Apolloni çfarë është? Çfarë është Afrodita? Çfarë është të gjitha këto perëndi që të kuptohen? Për idenë që kam unë, po marrë rastin për shembull. Kanë njerëz zakonshëm, por që me ja ka pat dhe njerëz që ka pat influenca të mëdha, por unë po të them, në qoftë se pastërtia ruan jetët e njerëzve, se dikur ka qenë problem. Kolerat, gjitha e smundjet që kanë rënë nga pa pastërtia. Atëherë higjiena mund të quhet një perëndi që shpëton mira jetë? Jo. Quhet në mënyrë metaforike, po ama nuk mund të thuash që është... Jo perëndia me fytyrë. Perëndia nuk ka fytyrë, se po të kishë fytyrë dhe kishën vrarë. Se ne këtë tim të bëjmë. Pra, në qoftë se ose heshtja, që në greqisht perëndia e heshtjes, e shtëpisë dhe qetësisë quhet Hestia. Pra Shqip. Po Shqip. Pra heshtja ka shpëtuar jetë njerëzish që nuk kanë folë. Pse? Heshtja do të thotë që ti nuk futesh në konflikt. Një perëndi tjetër, Talja. Talja është perëndi e humorit, që për mua është shumë e qartë që do thotë Talja. Po, unë e kam gjetur si mozaik. Talja. Pra kjo quhet, pra humori shton jetën, ta e bën jetën më të kështu, më quhet një perëndi. Është shumë e rëndësishme. Në këtë kuptim. Po, të sqarojmë edhe për syrin e tretë diçka, për të kuptuar njerëzit më tepër, sepse në një botë materiale ku po jetojmë, shumë pak njerëz e kanë idenë apo kuptojnë se çfarë do të thotë syri i tretë. Nuk është se ne kemi vërtet një sy të tretë, por gjendra pineale që kemi në ball apo në mes të dy syve kryesor, është ajo që shikon edhe më tej se sa ajo botë materiale apo ajo botë fizike që shikojnë syt normal. Kështu që syri i shpirtit apo syri që mund të thuhet syri që shikon përtej botës fizike është syri i tretë. Dhe në qoftë se e ke të hapur dhe në qoftë se je zgjuar në atë sy, botë kuptimi për jetën dhe për botën fizike është krejt i ndryshëm dhe shumë herë më i zhvilluar se sa botë kuptimi i njerëzve të thjeshtë që jetojnë sa për të ngrënë bukë që i thonë apo për të bërë rritet nevojshme si që bën çdo gjallës tjetër mbi tokë. Po, syri i tretë është, përveç se është një gjë e re e njohur nga ne, meqense ishim të mbyllur në një sistem. Po, për syrin e tretë unë kam gjetur
që flasin njerëz, si që ishte për shembull rasti Petrozhejit. Rasti Petrozhej është një njeri tipik edhe pse nuk e ka shprehur këtë gjë. Është një njeri që figurë madhështore ishte. Se tani kjo është diçka e gjatë për të shtjelluar edhe unë nuk mund të zgjatem kaq shumë, po sot është diçka, është një e njohur syri i tretë. Syri i tretë është zhvillimi që ai ka marrë te njeriu, është mbas zhvillimit të kortekstit ballor. Me zjerimin e kortekstit ballor do të thotë që është permisuar pamja, ta themin me fjalë në mënyrën e figurës, që syri i tretë krijon një perspektivë më të qartë të një dimensioni tjetër transcendent. Që do thotë nuk është dimensioni i ngjyrave, i këtij realiteti që njohim ne, po është një dimension tjetër. Ai dimension që na jep kuptim fjalës njeri. Fiks. Në këtë rast, Ofaros, autori, këtë vepër kush e ka bërë? Njerëzit antik 2000 sa vjet, 3000 vjet që ka qenë ai fari Aleksandris, nuk e kanë bërë njerëz do si do. Pra, pa teknologji, pa gjë, e kanë bërë njerëz që kanë patur aftësi të mëdha. Ne i quajmë të mbi natyrshme. Po pra, ka qenë teknologjia më i zhvilluar dikur, kam përshtypjen. Atje kanë qenë njerëzit më të zhvilluar. Po. Se mundet që mos kesh nevojë fare për teknologji. Po, siç janë ngritja e gurve 800 tonësh me anë të vibrimeve zanore, tani ato janë limite që ne akoma nuk i kemi thyer, megjithatë me ndihmën e teknologjisë ne ju jemi afruar atyre, se sot bëhet një gradacel për aq vite. Pra kemi disa limite që ne i kemi thyer, ka disa limite që do thyhen në të ardhmen. Megjithatë, fjala Ofaros, duke e hapur fjalën, do të thotë Ofaros, edhe një regjia, po. Ofaros. Ofaros. Unë e bëra në shqip, si me thënë me gërma shqipe. Që do të thotë hap syri. Këtu, pra, mos prisni që autori tua thoshte kështu. Hapur. Këtë e thamë që në fillim. Pra, autori ka bërë disa lojra me fjallën. Pra, është hapur syri. Është hapur syri. Pra, kjo është vepër e syrit. Shpata që ai ka ngullur dhe koka. Nuk thjesht një farë për të drejtuar anijet, ai nuk ishte vetëm një. Ky autor ka përdorur këtë në mozaik për të treguar që fari është vepër e një njeriu që ka hapur syrin e tretë. Ai quhej Helios. Mundet të ketë qenë një njeri, nuk ka rëndësi, ata s'kan lënë emra. Ata janë munduar, pra ka njerëzit më të rëndësishëm në botë nuk kanë lënë emër mbas. Nuk kanë qenë egoiste dhe që të kërkojnë emër. Dhe përse unë e kthej fjalën me anagram, është sepse syri është syri që kthehet drejt vetes. Dhe këtë fenomen unë do ta shikoj që e kanë të gjitha mozaikët që unë kam marrë në shqyrtim. Pra, kjo mënyrë është bërë për të treguar, është një mënyrë artistike, për të treguar se bëhet fjalë për një sy tjetër që kthehet drejt vetes. Pra, syri quhet syri i tretë sot. Ka dhe emërtime tjera, po këtë po i themi. Pra, ky ishte mozaiku, ato që thamë besoj se qëndrojnë dhe etimologjimi i fjalës është një gjë që mundet edhe mos ta bënim dhe figura merr atë kuptim që tham. Kuptohet ky është këndvështrimi im. Po jo, është shumë i saktë. Po që edhe kjo është e vërtet që artistët apo arkeologët apo nuk e di se çfarë, të gjithë ata që merren me këto gjëra nuk bëjnë ndonjë shpjegim të kësaj gjëje. Ata thonë Ofaros, Helios Perëndia, po nuk kanë asnjë njohje për to. Po, vazhdojmë tek pamja e dytë. Po. Foto e dytë, regjia, është ka i sy. Po. Atëre,
Kuptohet që gjithë këto mozaik kanë dhe faktin dhe fatin që gjenden edhe në disa mozaik të ndryshëm me të njëjtat emërtime. Po. Në këtë rast, ky është shumë i njohur në rrjetet sociale, i lëvëruar nga shqiptarët. Po. Pse? Sepse vetë fjala ka i sy përkthehet hapur ka një sy. Ka një sy, po. Syri që shikon. Po, ka një sy. Dhe në qendër të këtij mozaiku është syri i tretë. Unë mundohem të sjell këndvështrimin tim, sepse ka pat shumë këndvështrime, thuhet që ka një sy dhe kaq, por edhe thonë është syri i keq. Ky syri i keq, në fakt është quajtur syri i keq. Ky është një emër tjetër i syrit, që ne kemi luftuar deri tani me këtë fjalë, por në fakt ajo ka një kuptim më të bukur. Qofse besoj se keni dëgjuar që themi për shembull kolla e mirë. Po. Çfarë është ajo kolla e mirë? Të gjitha këto kanë një mënyrë jo vetëm figurative, por që shprehin një diçka kruciale në këtë rast. Syri i keq quhet sepse është i vështirë për t'u hapur. Pra është në pozicion të keq, është e vështirë për të kuptuar se ti nuk e sheh, nuk del dot para pasqyrës edhe të shikosh që kam syrin e tretë. Dhe është e vështirë që të mbushësh mendjen që njerëzve që ka një sy të tretë. Se po themi mëlçi kanë parë se kanë hap, po syri i tretë është një quhet as organ, sepse është diçka gjendra pineale, transcendente, është një nga gjendrat që po. Në mënyra se si ka lozë autori, po ta shikoni në figurë, ai ka vënë një sfruk përsipër, trident. Po. Sfurku është me 3 dhëmë. Dhe mënyra që artisti është shprehur thot syri i tretë. Pra kjo është mënyra artistike që ai ka kërkuar të tregojë se bëhet fjalë për një sy të tretë. Do të thonë sfurku me 3 kunja simbolizon syrin e tretë. Bashkë me syrin, është një rebus. Kjo quhet rebus kur lozë me fjalë. Po ajo sora apo çfarë është ajo? Po do t'i shpjegoj unë të gjitha këto. Pra, syri i tretë nuk është se ngjan me syrin me syt e tjerë në mënyrën që ka një spektër, por mënyra se si ai shikon është ndryshe, është e veçantë. Është njësoj si kur themi të krahasosh rrymën e ujit me rrymën e korrendit. Ne i themi rrymë, po ajo është diçka tjetër. Pra edhe kjo syri i tretë është quajtur sy, nuk është quajtur vesh apo kujt çfarë them unë, një shqis tjetër, sepse ka një ngjashmëri në mënyrën se si shikon gjëra përtej vizionit, përtej syrit normal. Shikon në pafundësi, në këtë kuptim. Tani, të gjitha këto simbole, po të shikosh shpata do të thotë një personazh tjetër, pa vajte kjo, shikojmë këtë njeriun që është mbi plan të parë. Pani është ai? Nuk i kam vënë emër, meqense ngjan me atë, jam dakord, po ai ka në dorë 2 fyej, si pipza të gjata që duke i rënë edhe ecën. Dhe të gjitha këto janë bas. Ky lidhet me të gjitha këto duke thënë se duke lënë mbas të gjitha këto, duke bërë muzikë dhe duke ecur me ritmin e kësaj muzike, duke mos u ngatruar me luftën që simbolizohet nga shpata, duke mos u ngatruar me dyshimet që simbolizohet nga një insekt apo akrep, ashtu është, me 2 koka, që do të thotë më dyshje, nga gjarpri që do të thotë është i kokolepsur dhe që do të thotë ngatrimi me të tjerët, pra në mënyrë simbolike ky është mos u ngatro me veten, do të thotë qeni që është në mënyrë sulmuese dhe nuk është në pozicion siç e kemi ne simbolit që e mbam si simbol të besnikërisë qenin. Po në këtë rast ai është në rol sulmues, nuk është i qëndrueshëm. Pra, nëse merresh me llafe, nëse shumë këmshi këtu do të thotë përsëritje. Shumë këmshi, këtë ka si simbol. Pra, pse janë përdorë këto insekte në mënyrë simbolike, do të thotë të lësh konfliktin e gjitha këto merat që tham dhe
përsëritjen, të mos bësh të njëjtat gabime. Figur tjetër si bisht në mbrapa? Po, kjo është, do të themi atë, kjo është macja. Po. Një mace egyptiane. Po. Macja egyptiane, po të shikosh pjesën e mbrapme, ngjan me simbolin e Horos, që quhet Horusi, është perëndia egyptiane dhe simboli i syrit të tretë, që vetë fjala Horos do më thënë syri i hyrë, syri i brendshëm, Horos. Edhe këtu po ta shikojmë si fjalë, ka nevojë për një anagram. Këtë që tham këtu, Teofaros, tham Horos, që do thotë syri i hyrë, syri i brendshëm, syri i hyjnisë. Ky është fallusi. Është një fallus që është i egzageruar, që duket si bisht, që do të thotë nëse e lë mbrapa atë që quhet seks impulsiv, kompulsiv, më falë, që do të thotë për të kënaqur instiktet e thjeshta, nëse lë gjitha këto mbas dhe sorra që është simboli mishngërënjes. Mishngërënja është një nga armiqt, po themi, të syrit të tretë. Pra, këtë unë e kam gjetur edhe në shumë mozaik të tjerë, disa mënyra që japin këshilla se si duhet u shqehesh që ti jesh naturalisht njeri. Pra, duke qenë naturalisht njeri, do të thotë që të ushqehesh në atë mënyrë që është dhe e shëndetshme, ti sot do të ishte shumë naturale që hapja e syrit të ndodhte të çdo njeri dhe të ndodhte, jo vetëm të ndodhte, po të ndodhte në maksimumin e vet. Sepse dhe ai kuptohet që ka, po themi, forcën e tij. Mund të hapet në një diapazon shumë të gjerë. Mund të hapet në një frekuencë caktuar. Mund të kap një frekuencë të caktuar dhe të bësh piramidat e Egjiptit, siç i kanë bërë. Pra, duke lënë mbas konfliktet, duke lënë mbas kuriozitetin e tepërt e simbolizuar nga macja, mishngërënjen dhe të gjitha këto që tham, mundet që të hapet syri i tretë. Pra, të gjitha këto mban peng syrin e tretë. Këtë unë e përforcoj, po ta shikojmë edhe te figura tjetër, sepse është edhe një mozaik tjetër, që ka i sytë po edhe ky në Hataja, Turqia në gjetur këta, që jep edhe ky me këtë, ajo që bën përshtyp është fallusi i erektuar dhe dy pipzat që po fyejt. Dhe vetë fjala edhe në atë rast, edhe në këtë rast ndahet. Do të thotë që ka i sy që ishte më përpara, ka nevojë për një interpretim, ka nevojë për një ndarje fjalësh. Autori nuk e ka ndarë fjalën ashtu siç duhet, sepse ky është mjeti i tij artistik, që ka i sy, bile këtu është shumë e qartë, është dhe akoma më shqip. Ai e ka lënë ty një shteg të ri interpretimi, që ti të dish të ndash vetë, ka i sy. Pra du t'i bësh një ndarje të re fjalës. Dhe kjo tëja, po të shikosh, njëra prej tyre është e drejtuar nga syri i tretë, nga gjendra pineale. Pra thot, seksi kompulsiv mban peng syrin e tretë. Dhe këtë unë e kam lidhur edhe me gjëra tjera, për shembull me fjalën synet. Fjala synet është syri i natës, syri i errësirës, syri i dritës, i energjisë e errët që ne nuk e njohim dhe shkencëtarët nuk e njohin fare. Pra, edhe artistët e sotshëm që kanë të drejtë, që nuk mund të flasin dot aq shumë për këtë mozaik si artist, pa patur një ide për syrin e tretë. Sado artisti mirë të jesh, nëse nuk ke një ide për këtë gjë, unë këto gjëra i them me qenë se kam rreth shumë vite që meditoj dhe përdor si një mënyrë për të eksploruar veten, për të përmirësuar njohjen me veten time, dhe më ka ndihmuar. Në këtë rast, unë them se këto mozaik kanë këtë interpretim. Kjo ishte mozaiku i dytë. Po, dhe ishte shpjegim shumë i saktë. Po, flasin vetë. Nuk kam, prandaj thash fjala, si që pat, ishte e fundit gjë që bëra.
Te mozaiku i tretë. Po, ky është një mozaik shumë interesant. Po, Sotiria. Sotiria mbahet si perëndesh. po, Po, unë nuk kam dëgjuar ndonjë unë vetë. Po. Edhe mundet të ketë, po në radh parë i gjithë mozaiku, po të shikoni është një 8 këndësh. po. Me një rreth në qendër dhe këto motivet në formë 3 këndëshe që rrethojnë portretin. Sotiria nuk po merre me interpretimin që ka, ajo mund të jetë i vërtet, pra siç thash, mundet që ky interpretim të jetë i vërtet edhe në një gjuhë tjetër. Ka një interpretim Në tjetër. greqisht do të thotë vuajtje për shembull. Jo, i thon shpëtim. Ë. Sotiria është shpëtimi. Është shpëtim. Po, okay, është shpëtim. Ka, po çfarë kuptimi ka që është një portret gruaje dhe çfarë shpëtimi ka bërë? Po. Nga se vjen ky shpëtim? Në radhë të parë, ajo që më bënte mua përshtypje është që vetë fjala sotiria është ndarë. Kur fare mirë mund të vendosej e plot mbi kokë. Pra nuk bëhet fjalë për një emër gruaje sotiria, por bëhet fjalë për një interpretim të ri të fjalës. Po, ndaj jemi kurioz ta dëgjojmë tash. Po, dhe autori vetë e ka ndarë fjalën. Po. Se po të qesh shkruante nga sipër sotiria dhe mbaroi muhabeti. Po, edhe nuk do dyshonim shumë ne që këtu bëhet fjalë për një gjë tjetër. Po ai e ka ndarë fjalën. Dhe e ka ndarë me qëllim. Po. Përveç kësaj, ai ka lënë një shtek që ti bësh një ndarje të re. Mos ta lësh ashtu siç është. Po. Një gjë tjetër që unë e kam vënë re në 10 mozaik, jo në një, është se si është përshkruar e vërteta në mënyrë simbolike nga artistët më përpara në kohën. Ne kemi lodhur shumë edhe kur ishim fëmijë, ju jeni më i madh se unë, po besoj se në shkollë kemi lozë edhe në fëmijërinë tonë me lojrat, kur thoshtim që shkruaj fjalën quka pik në 5 shkronja, në 5 kuti, apo piktor. Ky mjet, pra 8 këndshi dhe rrethi, kanë kuptimin është një rebus. Rebus i fshehur. Rebus i fshehur që do të thotë kjo, edhe pse është quajtur, do ta konsiderojmë si një vrim. Po. Një vrim dhe një 8 këndsh. Tabelën e madhe regjia, po. Atëherë kjo për hir të vërtetës më përpara vrimës birrës i quhej edhe, do më falësh që se kjo është një term edhe popullor, por është term i vjetër. Po. Quhej vër Po. plus 8. Vërtet. 8. E vërteta, vër plus 8, e vërtet. Pra kjo ka qenë një mënyrë e fshehur që autori të shprehte të vërtetën. Ne kemi dhe një shprehje tjetër që themi e treta, e vërteta. E vërteta. Pra syri i tretë është ai që tregon të vërtetën. Kjo është ideja. Shumë e madhe kjo. Po. E kemi përdorur, por nuk e dinim. Po. Pra e treta e vërteta bëhet fjalë për syrin e tretë. Dhe po ta shikojmë fjalën sotiria, më mirë ta fshi, Arin këtu? Arin, s'kaj, shkruaj. Okej. Atëherë. Ria. Më falë. Mirë, të s'kaj. Sotiria. Dakord? Po. Tani, po ta ndajmë Sotria. Pra bëhet fjalë për sy, tria. Se vetë shkronja o është një tingull i përbër. Unë nuk dua të merrem me këtë, e pam edhe më përpara, këtu që u përkthye si sy. Po se ka shkruar si tria, po soti. Po mirë, kjo është omega. Po. Kjo omega nuk shkon këtu, se kjo është omega, është e omikron, është e vogla. Duhet ishte e madhe. Po, ajo nëse do ishte o, nëse do ishte në të tjerat janë shkronja të mëdha. Po. Kurse kjo është e vogël.
Nuk shkon. Do të thotë që mundet jetë ai alfabet i vjetër, që kjo shkronjë mund t'i ketë qenë U ose Y. Pra ka patur kuptim tjetër. Se tani disa gjëra, përveç kësaj unë thash që nuk mund t'i bëjmë një përkthim strikt. Sepse pastaj zbulohen gjërat, ai artisti aty e ka atë vdes vepra. Që të vuash përveç kësaj. Po, ai që e gjon, ai hap vetes një shtek. Pra ai që e gjon rrugën, pra sotria do të thotë syri i tretë. Sotria, sy Po, tretë. sy, kjo omega mund të ketë qenë U. Ne nuk e dim. Në një alfabet. Se kanë qenë, si që është sot alfabetet latine, që ne e kemi Y-n, ata e kanë J. Aha, po. Dakor? Pra, njëri e ka L-n L, tjetri e ka OU, polakët. Pra kanë ndryshuar. Ndaj thash që në fillim që këto janë shkronja që ka shkruar populluin në të kaluarën, por që ne na janë marrë, na janë ndaluar H-ja është H, po është I në kohrave dhe po bulgarët, po të shikosh alfabetin bulgar, M-ja është T, ajo S-ja për sprapti është G, janë të gjitha të ngatruara. Pra ne nuk e dim. Edhe pse përdorin gërma cirilike, prapi kanë të ngatruara. Po, përveç kësaj, unë këtë e lidh edhe me një gjë tjetër që lidhet në qoftë se keni dëgjuar për Satori. Satori, po. Satori është gjendja e njëjta gjë në termat japoneze. Satori është ajo gjendje e lartë e njohjes së vetvetes. Po. Që po ta ndash prap sa tri. Pra syri i tretë. Ose mund t'i bashkosh këto se tani bëhet fjalë për dy gjuhë kaq të largëta. Japonia është në anën tjetër të botës. Por ata ruajnë prapë. Edhe e panjohur për kohë. Edhe e panjohur, por Satori dhe Sotiria duket që ngjajnë si fjalë dhe të dyja përkthehen për mendimin tim në shqip syri i tretë. Tani pse kështu në figurë po të shikosh portreti i femrës ka në ball një xhevair, një gur, që është në formën e syrit, po që qëndron vertikalisht. Po. Ai është në vendin, në pozicionin e syrit të tretë. Po. Pra, kjo është shumë e qetë. Edhe indianët me një pikë në ball që përdorin atë. Po. Pra, kjo është shumë e qetë në pozicionin që ka, sepse thot edhe është e rrethuar, po themi nga e vërteta. Në mënyrë simbolike, rebusi thamë që syri i tretë është i vërteti. Po, kjo është përkthimi i këtij mozaiku. Tani, mozaik tjetër i rëndësishëm është Trifi dhe Bios. Trifi dhe Bios, unë kam sjell vetëm në figurë vetëm Trifin. Po. Është një mozaik. Një grua e shtrirë, po. Po. Nga anën tjetër është një burr i shtrirë me kupën e verës në dorë. Po. Dhe ajo që bën përshtypje në këtë rast është që gruaja që është mbështetur mbi një jastëk të bollshëm dhe rri qetë, mba në dorë një godë me krahun e shtrirë përpara. Po. Dhe syt i ka në drejtim të kundërt, me godën që do thotë është një shenjë refuzimi. Pra, kjo goda, kupa, është dhe shikimi bashk, thonë në mënyrë simbolike, mbaje larg alkooli. Ajo që më ka bërë mua më shumë përshtypje, ka qenë simboli fi. Po. Simboli fi është përveç se dallon, po ta shikosh me kupën e zezë që kjo mban në dorë, ka formën e një syri njeriu. Dhe në mes shkon një shkronjë S, pak e hollë, po ta shikojmë, ta bëj unë figurën. Po. Regjia në ndihmo çik me tabelën. Po. Pra është e tillë. Po. Edhe lexohet Trifi deri tani. Po, ja, tregoj edhe një herë. Po. Pra,
Kjo fi ka formën e një syri, duket dhe në figurë, dhe ka pamjen e një syri njeriu dhe një shkronjë S brenda në mes. Pra nuk bëhet fjalë për një shkronjë fi. Po është një tjetër simbol. Pra është simboli syrit me një S. Po, vetë fjala SO, në të gjitha rastet ne kemi përkthyer sy deri tani. Syri tret, pra trysi. Pra, nëse tri fi, dhe F-ja bëhet S. Po. S, O, I. Pra, syri i tret. O, syri i tret. O, më falë, dhe si. H-ja është I. Po. Pra, është syri i tret. Është syri i tret, po. Pra, çfarë kuptimi ka kjo? Po, faleminderit. Pra, mesazhi që autori ka dhënë në këtë rast është që mbaj larg alkolin dhe do hapet syri i tret. Ky është mesazhi që përcjell për mendimin tim. Dhe është fakt që moda edhe sot e kësaj dite është që njerëzit të drejtojnë drejt pijeve alkolike, drejt pijeve me ngjyrë, drejt gjërave të cilat nuk janë të nevojshme për trupin, por që stimulojnë në tru si gjëra që luksi. Dhe ama bëjnë dëmin në mbylljen e syve dhe i bëjnë njerëzit syri i tret turma. Syri i tret është vetë ndërgjegjësim. Është zgjim. Mund të thuhet shumë gjëra për të. Të gjitha këto gjëra dhe unë e kam kap veten mat, se ky është po themi qëllimi që duhet i bëj njeriu vetes. Të kap veten mat që është gabim në këtë gjë apo është mirë. Sot po themi, unë e them si shembull, meqense njerëzit e kanë drejtimin e makinës është bërë shumë popullore. Në qoftë se 90% e njerëzve nuk e kalojnë limitin e shpejtësisë sepse marrin gjob ose hyqet patenta, do të thotë që janë të pandërgjegjshëm. Në qoftë se ata e bëjnë se rrezikojnë jetën, do të thotë që janë të ndërgjegjshëm. Kaq e thjeshtë është ndërgjegjësimi. Pra edhe në këtë rast, qoftë se ti e di çfarë është, nëse thotë doktori që alkooli të shkatërroj, çfarë do bësh gjë e parë që do bësh, do lësh alkoolin. Se ta bësh këtë me pahir, kur mund ta bësh në mënyrë të ndërgjegjshme. Kjo ishte trifi, unë nuk e kam shpjeguar të gjithë, sepse mundohem të lë edhe një shteg për ata që kanë qejf të interpretojnë, pra për bios, që ata e shpjegojnë në greqisht jeta, nuk ose jam kundër në këtë, unë jam dhe që tolerant nga natyra që lë shteg në kuptimin për kuptimet të ndryshme. Për kuptimet të ndryshme dhe ajo ka dhe kuptimin e jetës. Unë nuk jam marrë me atë, po në këtë rast trifi shpjegohet si luks. Aty nuk bëhet fjalë për luks. Ajo thot mbaj larg alkoolin. Shumë qartë. Po. Mirë, le të vemi tek... Kemi dhe një të fundit, besoj se kemi kohë. Po, kemi. Okej, faleminderit. Edhe ky është një mozaik shumë i bukur dhe me këtë emër unë kam gjetur 7-8, ndoshta edhe më shumë mozaik. Po. Njëri është gjetur në Qipro, të tjerë, këta që ka mund tani janë në Qipro, të tjerët janë në Tunizi, ka të ndryshëm. Kemi disa foto, po. Në Libi, në të njëjtat sqarime, këtisi. Po, këtisis. Kështu njihet deri tani. Edhe kjo, këtisis. Po, për çfarë duan të thonë këto? Janë e shpjeguar çik. Po. Ndërkohë që unë edhe këtu interpretimet që bëhen nga artistët dhe arkeologët nuk është ndonjë gjë e veçantë. Këtu unë po marr këtë më kryesori. Po. Kam sjell dy, meqense ju i shpalosët dhe ato. Po. Ky më kryesori, këtisis, është një femër që është e rrethuar nga një rreth, nga një kornizë, që do të thotë se korniza dhe ai kordoni i përderdhur që krijon idenë e kornizës, do të thotë që bota e jashtme, se gjithmonë çdo vepër vendoset në një kornizë për të thënë që ka një kuptim.
Pra korniza do të thotë që fshihet një kuptim. Dhe vetë korniza është pjesë e pikturës ose e mozaikut. Pra më përpara e kanë përdor kornizën si një mjet shprehës, nuk ka qenë thjesht për të krijuar kontraste, apo ka qenë mjet. Në këtë rast, Ktisis është një femër e cila mban një instrument në dorë dhe ka kthyer gishtin drejt vetes. Vetë instrumenti ka të njëjtën ngjyrë me shkronjat, që do të thotë se është një mjet që është përdorur nga autori për të mos u kuptuar, por që do të thotë se kjo duhet lexohet, është pjesë e shkrimit. Dhe nëse sqarojmë dhe diçka tjetër, kjo thotë që kthehu drejt vetes. Pra, bëhet fjalë për kthimin ndaj vetes. Të njëjtën gjë ka edhe mozaiku tjetër që ka sytë e kthyer. Pra nuk shikon nga ne, por në mënyrë të dukshme, sytë i ka të kthyer në një drejtim tjetër. Dhe edhe ky ka një instrument të ngjashëm. Mirë, po në këtë rast autori ka qenë ndoshta më specialist, dhe po ta lexosh instrumentin bashkë me gishtin bën shkronjën E, që do të thotë ktej sit. Ktej syt. Po, sit. Këtë unë nuk ta solla, po gjendet. Shumë e bukur kjo. Kthej syt dhe ktej syt nga vetja, nga gishti. Ktej syt. Këto janë fjalë të vjetra. Fjala këtu sis, që lexohet me c. Po. Unë kam gjetur fjalë siç është fjala gent. Po. Dhe genc që shkruhet me c, genc. Po, dhe genci dhe genti, po. Po, shkruhet genc, por lexohet gent. Pra c-ja fundore është po. Kështu që kjo mund të lexohet edhe këtej. Pra, ktej syt. Kthej syt nga vetja. Ose ktej syt. Po, të dyja janë të vërteta. Se kthej, do me thënë hajde ktej. Pra dhe të dy fjalët kanë të njëjtin kuptim. Shumë interesante dhe shumë shpjegim logjik mbi të gjitha. Po, edhe ato figurat e tjera, po ka edhe një interpretim tjetër, që është tretësore, megjithatë unë e shtoj në këtë rast, që fjala sis, ne fëmia dhe nëna, të paktën nga zona e jonë, po edhe jugu, i flasën njëri tjetër, hajde te sisa, hajde te nëna. Ktheu në gjirin, në origjinë. Pra gjiri mbahet si burimi i jetës. Kështu që mund të thuhet dhe ktheu te gjiri, te nëna, ktheu te origjina. Pra, po të merresh me këtë, mund të bësh edhe interpretime të tjera. Po dhe këto interpretime që ju bët... Ke ti një sy. Ke ti një sy. Po, edhe kështu. Pra mund të marrë me një kuptim shumë dimensional. Është vërtet shumë Dhe nëse di shqip mund t'i lexosh këto dhe mund t'i kuptosh. Asnjë studiues i huaj nuk mund t'i kuptoj këto, përveç se një shqiptari. Kjo është e qartë, është e dukshme. Unë thash edhe diçka tjetër, që vetë artistët, po të japësh një mozaik tjetër, merr një artist të mirë fillt, çfarë do të thotë? Mund të flasë me fjalë shumë të bukura, por nëse nuk ka njohje për këtë dimension, nuk të flet dot. Po, normal. Dakor? Prandaj, dhe unë këtë e bëra si vërejtje, sepse ka me mira mozaik që nuk thuhet asnjë gjë. Thuhet vetëm është me përmasën 3-2. Thjesht u gjet edhe kaq. U gjet në filan vend, ka qenë dekoruese, vila e filan mbreti. Por se çfarë shpjegon? Por se çfarë kuptimi ka dekorative. Ne pam që të parën që nuk ishte ndonjë gjë të bukur, që të themi dekorative. Dhe shkrimet që vendosen, të gjitha kanë një arsye, edhe në këto. Ai mund mos e ndante fjalën Ktisis. Mund ta bënte portreti më të vogël, pak më të vogël, ose mund të bënte mozaiku më të madh, edhe ta vënte fjalën të gjithën të plot. Por kjo është një vepër e mirëfillt artistike, dhe këto vepra nuk i kanë bërë njerëz
do si do. I kanë bërë ata njerëz që kanë patur një sy të hapur, të tretë. Është shumë interesante. Tani unë kam shpjeguar dhe kam në listë edhe disa mozaik të tjerë. Po themi 10, 15, më shumë. Ndoshta një herë tjetër po patjetër mund edhe përmes lidhje me internet, është luks që ju jeni sot në studio, keni ardhur nga Anglia, por edhe përmes internetit në lidhjet e mundshme tashmë mund t'i bëjmë. Mirë, nëse nuk keni diçka tjetër dhe ju, gjithsesi kjo temë nuk mbaron, por si përmbyllje të këtij emisioni, do të thosha që është ju sapo keni hapur një dritare, madje edhe për akademikët dhe për ata që duan të jenë nesër akademikë, se të sotmi të dihet ajo punë, është një armë shumë e fortë në duar tyre për të kuptuar mozaikët, shkrimet e lashta, shkrimet e lashtësisë dhe çdo gjë tjetër që jo rastësisht është hedhur mbi dysheme apo mbi mure në të cilat kanë dashur të dekorojnë. Pra, asgjë nuk ka patur rastësi. Asgjë nuk bëhet pa kuptim. Madje edhe ustallarët e sotëm, nëse do të merrnin këtë shembull, duhet të kenë bot kuptimin e tillë që të hedhin nëpër dyshemer apo për mure vepra të tilla, por që jemi dhe në qytet muze. Po, është diçka. Është shumë kjo vretje që bëre ishte një shumë e bukur. Jo, ishte sugjerim, më shumë sa vretjes. Sugjerim, fjalë e gabuar, ke drejt. Edhe unë do ta shtoja këtë sugjerim që i takon Gjirokastrës që të shtoj që të shtoj gjëra të kësaj natyre. Po. Gjithsesi, unë ju falenderoj që ishit dhe një në studio dhe shpresoj të shifemi përsëri në emisionet e tjera. Falenderoj shumë. Tema ishte besoj shumë interesante. Falenderit shumë. Të dashur miq, këtu do të ndajmë dhe së bashku. Shpresoj të kemi shpjeguar diçka dhe të kemi zgjuar pak horizontin e kuriozitetit tuaj edhe në këtë drejtim. Kështu që do të jemi përsëri në herë të ardhshme me emisionet tjera dhe me tema të ngjashme. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë dhe mirupafshim.